Gjuha nga mjalti dhe ajo nga uthulla. Ishin dy njerëz, fqenjë të njëri tjetrit me shitoret ku punonin. Njëri shiste mjalt, kurse tjetri shiste uthull. Për çudi, ai që shiste uthull kishte më shumë myshteri dhe mblidheshin shumë njerëz në shitoren e tij. Pronari i shitorës me mjalt mendoi në vete se çmimi i lartë i mjaltit është shkak që njerëzit nuk po vinin për të blerë te ai. Andaj e zbriti çmimin e mjaltit derisa e barazoi me atë të uthullës. Mirëpo edhe pas kësaj zbritjeje të çmimit nuk ju afrua askush shitores së tij. Ai shkoi te pronari i shitores me uthull dhe i tha: "Përse njerëzit të buhen kaq shumë te ti, edhe pse ti shet uthull? Shija e së cilës është e thartë dhe era e saj është e keqe, ndërsa unë që shes mjalt dhe askush nuk vjen te unë." Ndërsa fqinji ju përgjigj: "Unë shes uthull me gjuhë të mjaltit, kurse ti shet mjalt me gjuhë të uthullës." Zemrat gjithmonë mund t'i përfitosh me fjalë të mira dhe me sjellje të mirë ndaj tjetrit.